Nesër mbrëma me fillim nga ora 20:15, kombëtarja e Kosovës në handball do të ndeshet kundër Ukrainës në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2026. Ndihmës trajneri i kombëtares Leonard Cula foli më shumë për ndeshjet që do t'i zhvillojë Kosova në kuadër të këtyre kualifikimeve. Kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2026, Kosova është në grup me Holandën, Ukrainën, Ishujt Farerove. Pra në këto tri ekipet forta. Siç e dini, nga e dila përfaqësuesja e Kosovës është në përgatitje, kurse nesër në orën 8:15 e zhvillon ndeshjen e parë kundër Ukrainës në Prishtinë, kurse të premten udhtojmë për Lituani, ku të dilen edhe e zhvillojmë ndeshjen e kthimit atje. Cula shpreson se përfaqësuesja e Kosovës do të arrijë fitore nesër mbrëma kundër Ukrainës, edhe pse Kosova gjendet në një grup me ekipe mjaft të forta. Pa dyshim se gjithë djemët janë të angazhuar maksimalisht, shtafi teknik dhe që kemi bërë përgatitjet, jemi duke u përgatit maksimalisht, disponimi është shumë i mirë. Përkraja nuk duhet të mungoj për handballistët e Kosovës, shtoi Cula. Pa dyshim se presin përkrajë dhe publikut për shkak se në njëjtën kohë është duke u zhvilluar edhe një aktivitet tjetër i handballit dhe ka shumë përfaqësuese të grup moshave të reja U18 dhe U20, por patjetër do të kisha ftuar gjithë handballistët, disë handballdashtit kosovar, gjitha klubet tona këto të na përkrajë nesër se do të jenë motiv shtesë për ne. Ndeshja me Ukrainën do të zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë dhe i takon fazës së dytë të kualifikimeve për Euro 2026.